Ekziston një mënyrë për të lidhur dy përbërës kaq të rëndësishëm për të rinjt, kafeën dhe internetin. Janë klubet letrare tashmë të kthyer në një tendencë të viteve të fundit. Shkrimtarët po përpiqen të ndërtojnë një lidhje me lexuesit dhe një komunikim të drejtë me ta, duke përpjekur të ndjenë të gjithë në mënyrë të barabartë. E për librin ka 1001 çështje të cilat mund të shtrohen për diskutim, por disa prej çështjeve me interes të cilat ushtruan në këtë takim të hapur ishin shkrimtarë të rinj dhe promovimi i tyre, dhe gjithashtu komplekset në të shkruar dhe thyrja e tabuve. Miqtë One Morning, përshëndetje. Në fakt sot ju themi mirëmëngjes në praninë e Albatros Rexhajt. Sigurisht nuk ka nevojë për prezantim Albatros, i njohin të gjithë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Në fakt Albatrosin e kemi shkëputur nga një takim letrar dhe në fakt kjo është edhe tematika që do të diskutojmë sot, trendi i ri të rinjve për të biseduar në mënyrë të drejtë për drejtë me autorin, të preferuar ose jo, nuk i dihet. Albatros, pse ky është ky trend i ri tek të rinjt kryesisht? Po është të rinjt dëshirojnë të jenë në hap me botën. Nëse do të bëja një listë sekreteve të vogla të suksesit tim, një nga këto është edhe prirja ime që të jemi hapur në komunikim me lexuesit e mi. Edhe mendoj se kam ndikuar pak a shumë që të krijohet ky standard i ri i komunikimit, që më pas ju imponohet të shkrimtarëve të tjerë. Ne jemi dëshmitarë të asaj që shkrimtarët rëndom spaku të ne këtu kanë pas atë idenë që janë pjesë një superstrukture, një elite shumë lartë e cila nuk komunikon me njerëzit. Edhe kjo është një çështje shumë e gabuar. Është një çështje që nuk është më në koherencë me kohën, me ngjarjet që ndodhin në botë. Mund ka ndodhur që të shëtis poshtë lartë nëpër librari të ndryshme në vende të ndryshme të botës, kam has shkrimtarë shumë të njohur, të cilët rrinë aty, prisnin njerëzit, takoheshin me ta, diskutonin. Nuk është që shkrimtari humb nga këto diskutime, përkundrazi fiton shumë. Sepse të jesh shkrimtar është më ndryshe se sa të jesh artist i zhanreve tjera, për shembull aktor apo këngëtar. Aktorëve dhe këngëtarëve fama ju krijon hapësirë. Shkrimtarëve fama ja ngushton hapësirën. Shkrimtari ka nevojë për intimitet, ka nevojë të jetë një nga ata njerëzit që janë të rrugëve, që rrinë pa zhurmë, pa u vërejtur në për restorane, në për lokale, sepse aty ai e merr frymëzimin. Shkruan, çka shkruan shkrimtari? Cilat janë temat e shkrimtarit? Janë tema nga përditshmëria. Tash në çastin kur shkrimtari shkaku i famës del jashtë përditshmërisë, distancohet nga përditshmëria, nuk ka çfarë të shkruajmë. Edhe kjo është pengesë. Kështu arsye këto takime, këto interaksione me lexues është një lloj mekanizmi i rikthimit të vet. Në fakt, Albatros, kemi një pasion të përbashkët që është libri, dhe në fakt do flisnim pafundësisht për këtë temë, por dua të ndalem pak te tematika që ju trajtoni. Ju shkruani për veten apo shkruani për lexuesin? Shkruaj për të dy. Nisem nga vetja edhe në rrugës sipër takohem me gjithë botën. Takohem me gjithë botën. Kjo është formula ime. Unë nuk nisem nga parimi duhet shkruaj diçka për X-in Y-in. Po as nuk jam i kufizuar në ato, unë shkruaj vetëm për veten time. Shkruaj për veten tonë punë madhe. Who cares? Kush e lodh kokën ç'a mendon ti dhe ç'a bën ti mbrana 4 mureve të dhomës tënde. Njëri duhet niset nga vetja, as par artisti, shkrimtari duhet niset nga vetja, por në rrugën sipër duhet takohet me gjithë botën. Nëse nuk takohet me të tjerë, do të thotë ka një defekt, ka një problem ajo krijimtari. Nuk e ka bërë atë kalimin nga diçka personale në vlerë universale. Unë po e them edhe një herë, por rikthehem te ajo që thash më herët të përditshmëria. Në gjithë krijimtarinë time unë mund ta përmbledh ato historie për ditëshmërisë tonë. Unë këtë duhet ta bëj. Ta shoh për ditëshmërinë tonë me një kand ndryshe. Edhe të them ato gjëra që gjithë ne ngurrojmë të them. Ka qenë ndoshta çelësi i suksesit të shitjeve tuaja, edhe duke qenë se çdo lexues në një farë mënyre apo në një tjetër e ka gjetur veten. Po thënë, unë jam kronikani për ditëshmërisë. Jam zëdhënësi i asaj që të tjerët e mendojnë e nuk e thonë. Edhe kjo pastaj transmetohet, kuptohet se një lexues të mi e gjejnë veten të ajo që unë shkruaj. Për vetëm arsye sepse unë jam një nga ata. Unë nuk jam dikush nga jashtë, unë jam një nga ata, unë jam
Jam tip që lëndohem njëjtë si ata, jam tip që egzaltohem njëjtë si ata, që emocionohem njëjtë si ata, që entuziazmohem për gjëra budalliqe, kam atë dozën e perverzitetit që e kanë të gjithë të tjerët, sepse artisti është si qenje në bota e si qenje perverze. Por realitet artisti nuk është hiç më pak ose më shumë pervers se krejt tjerët. Dallimi është që artisti perverzitetit vetë ja jep një bukuri, ja jep një sharm, ja jep një elegancë, edhe ja jep një ngjyrë ndryshe. E kam dozën e njëjtë çmendurisë që e kanë gjithë tjerët. E kam dozën e inatit që e kanë gjithë tjerët. Jam tip xheloz para shumë si gjithë tjerët. Unë jam një nga këta. Edhe unë nuk dua të jem ndryshe, unë duhet të jem një nga lezuesit e mi. Në fakt më dolet në një temë, në një, le themi, shtek shumë të duhur. Ndoshta do të hapte shumë diskutime, por duke u fokusuar tek fjalët që thatë ju, që çdo kush mund ta gjej veten, ju jeni konika në jetës së përditshme, por edhe tek perversiteti. Librin tuaj unë e kam gjetur edhe në taksi, pra edhe taksistët janë shumë të apasionuar për të ditur se çfarë bëhet me zonjan Z, që është kaq shumë e njohur, që përflitet aq shumë. Dhe reagimi i tij ishte, i thash, e keni lexuar këtë libër? Tha mua, unë e kam lexuar, tha, por e kam lënë për gjysmë. Është një libër për prostituta. Një batut që nuk e di nëse ju keni ndonjë koment, se sigurisht është një opinion i tij personal. Njerëz të ndryshëm kanë Teoria e tabuve në të shkruar Albatros. Njerëz të ndryshëm kanë mendime të ndryshme, por ky reagim është caku që unë doja. Të drejtën, kur e shkruan njëri një vepër, ka disa qëllime. Edhe ky reagim, provokimi i një reagimi të tillë konservativ ishte një nga qëllimet e mia, sepse në botkuptimet e shoqërisë shqiptare, një femër e cila synon të jetë e lirë, edhe lirinë seksuale ta përjetoj si zgjedhje, jo si imponim. Sepse liria seksuale nuk nënkupton shkosh me një krevati një krevat tjetër, nënkupton lirinë e zgjedhjes. Unë kam zgjedh X-in dhe nuk e zgjedh Y-in, ose zgjedh X-in Y-in, por nuk e zgjedh Z-in. Është puna ime, unë zgjedh, sepse zgjedhja nënkupton liri. Përgjithshmëria nuk arrihet duke i kufizuar njerëzit. Njerëzit nuk bëhen më të përgjithshëm pse i kufizon. Njerëzit bëhen më të përgjithshëm vetëm në liri. Ndryshe është diçka tjetër. Edhe por në një pjesë e shoqërisë sonë, një femër e cila synon të jetë e lirë, fshihet si prostitut. Edhe të zoja zë thot, për disa unë jam vetëm një lavire ordinere, prostitut, kurv, ajo përdor fjalën kurv. Për disa jam model, për disa jam frymëzim. Njerëzit e ndryshëm shohin gjërat në botkuptime ndryshme. Por qëllimi im ishte thyrja e tabus, kryefjala e gjitha tabuve në shoqërinë shqiptare është seksi. Madje ka pasur disa shkrime si për mua letërsi mes e poshtë. Do të dalin edhe këto gjëra. Po është një që provokoni ka shumë diskutime, edhe është ajo që ju kërkon. Kënaqësia ime më e madhe është kur e kam lexuar shkrimin nga kritiku, për mua shumë i respektuar Agim Baçi, që e respektoj shumë. Edhe kam një mendim shumë të madh për të, dhe jam gëzuar shumë kur e kam lexuar atë shkrim, as më tepër për atë çështje, sepse ajo çështje ishte si thon, nuk e prisja unë prej një, më them, intelektuali çështjen e tillë, po në fundit edhe kritikët janë pjesë e shoqërisë. Edhe nuk mund dalin nga mënyra se si i konceptojnë gjërat shoqëria. Edhe kur e pash një reagim të tillë, mua më do flasim për atë. Por ndoshta reagimi i parë i taksisit është ndoshta se nuk kemi edukuar për të lexuar libra të tillë që thyen tabu. Nuk ka bëj, sepse ne kemi lexuar Femrat e Bukovçit, kemi lexuar shumë libra erotik, është Decameroni në fundit në mesjetë, i cili është, domethënë, një nga librat e parë erotik dhe që satirizon janë libra të ndaluar deri në një mënyrë. Por kjo ka të bëjë me shoqërinë tonë, se shoqëria jonë është shoqëri e tabuve, nuk lirohet nga to. Është tjetër gjë të bësh diçka, por mos ta dinë mileti. Dhe ne i pranojmë si fakte të heshtura ato, si diçka që ndodh nën tepi, prapa perde, po për cilën nuk duhet flasim. Edhe tash nëse flasim ose nëse imponojmë debatin, diskutimin, ajo më njerë shihet me këtë këndin prostitut, për mashkullin i përdalë, sepse dhe unë edhe këtë duhet ta them, që nuk duhet vlejnë këto anatema vetëm për femra, sepse
ku janë edhe meshkujt, domethënë se nuk është që ne meshkujt jemi më të mirë se femrat, domethënë se të edhe zoja zë thotë, pse femra duhet fajsohet, në atë kujim femra e ka fut djallin në shishe, ndërsa ajo thotë po natyrisht se ka fut në shishe sepse edhe djalli është mashkull, por ndryshe s'do futet në shishe. Cilat kanë qenë disa nga reagimet më interesante për zonjën Z, për cilët ju keni rënë mendime? Po ka shumë reagime sur kjo, po këto nuk më kanë befasur. Po më shumë ti më ka befasur reagimi i lexuesve meshkujt, cilët kanë thënë edhe unë e dua një Z. Kjo është paradoksi i botës mashkullore. Ne e duam një Z, por jo ta çojmë të shtëpia. Në fakt. Jo ta çojmë të shtëpia. E ke gjetur sepse lidhe me këtë pjesë mund të bëjmë edhe plot diskutime të tjera me natyrën mashkullore shqiptare. Po nuk janë vetëm shqiptarë, këto edhe ti je bindur domosdoshmë si njëri që jam qytetari i botës, nuk janë vetëm shqiptarë, të rrallë janë ata meshkuj që e pranojnë një femër mendje hapur dhe një femër të guximshme dhe të fuqishme. Ka të bëj pak me kujtesën gjenetike të njerëzimit. Kur mendoj martesën, mendoj një femër tjetër, kur mendojnë aventurën dhe dashurinë, mendoj një femër tjetër. Kjo mund të ndodhë edhe me femrat, me tipet e meshkujve. Po, është pjesë e paradokseve të botës tonë. Nuk mendoj që ka një përgjigje universale, as nuk pretendoj se t'jap përgjigje universale, se cili njeri duhet ta gjejë përgjigjen për vete. Por unë besoj në atë, që dhe kam thënë në libër, se njerëzit që merren me të shkuarën realisht nuk dashurojnë. Sepse kur dashuron ti je këtu, je në të tashmen. Nuk ke nevojë të merresh me fantazma nga e shkuara. Nuk mundet një njeri të dashurojë dikë dhe ta ketë mendjen të dikush tjetër. Atë gjëra magjia e dashurisë. Ka shumë njerëz teleshikues që na ndjekin, ashtu siç mund të jem ndoshta edhe unë pjesë e tyre që nuk besojnë në fuqinë e dashurisë. Njeriu mund të vdesë edhe para në dashuri. Nuk është njerëzit nuk besojnë në fuqinë e dashurisë. Njerëzit janë zhgënjur me mënyrën se si sot trajtohet ndjenja e pastër. Njerëzit dashurojnë, ka shumë njerëz që dashurojnë sinqerisht pastër, por pastaj zhgënjen me mënyrën se si u kthehet ajo dashuri. Tash nuk do të thotë që dashuria nuk është e magjishme. Kjo ka të bëjë me konvencat e jetës tonë, se duke dashur të thyejmë disa tabu, kemi kriju tabun e re. Se njeriu nuk mund të jetojë pa tabu, nuk mundet, është e çuditshme, kjo është paradoks sepse njeriu nuk mund të jetojë pa tabu. Por unë besoj në magjinë e dashurisë, por nuk besoj në aftësinë e njeriut se ta për dashur, jo, po për ta trajtuar me respektin dhe kujdesin e nevojshëm që e meriton dashuria vërtet. Ashtu siç keni shkruar për femrat, do ketë ndoshta edhe një hulumtim intim për meshkujt, një libër. Librat e mi janë për meshkujt, nuk janë për femrat. Nuk shkruaj për femra. Zonja Z nuk është e shkruar për femra. Zonja për meshkujt. Zonja Z kam shkruar për meshkujt, do thotë që një përpjekje imja që meshkujt së paku të përpiqen ta shohin botën e femrës me një kënd ndryshe. Dhe kjo është ajo i gjithë krijimtaria ime të saktë për finali ka meshkujt, nuk i ka femrat. Po unë nuk mund të shkruaj tash për meshkujt duke shkruar për meshkujt tjerë. Sigurisht. E për ta mbyllur ndoshta me kritikat që janë bërë ndaj këtij libri apo reagimet, le të themi, duke mos u përqendruar tek ky. Është Agim Baçi, i cili në fakt ka bërë disa replika me ju, sigurisht e përshëndesim shumë, letërsi nga mesi e poshtë. A është e vërtet? Jo, unë po e thashë më herët, unë jam gëzuar kur e kam lexuar atë kritikë sepse më ka dhënë mundësinë të hap një debat. Dhe kritika këtë funksion e ka. Unë nuk i takoj brezit atyre shkrimtarëve që kritikën e marrin shumë afër zemrës, fyen, ofendojnë gjëra. Unë mendoj se kritika çfarë do të qoftë, edhe kur është shumë negative i bën mirë shkrimtarit sepse i jep hapësirë të reflektojë, të meditojë. Por në rastin më të mirë, këtë përgjigje ndoshta edhe atyre që mendojnë se Agim. Njëra ke meditimin si rrafsh personale. Ndërsa pastaj provokon debatin. Edhe ajo që kishte shkruar Agimi, ka pasur edhe komente tjera, do të thotë që njerëzit që e kanë përjetuar zën krejt ndryshe, kanë përjetuar në aspektin e lirisë personale, kanë vështrimin vet, kanë dhënë ato opinionet e tyre maksimale. Por kur dikush e kap një detaj nga kanti tjetër, nga tabori tjetër, ti jep mundësinë provokon debatin. Dhe mua ka gëzuar shumë ai shkrim, sepse e ka hap atë kutinë kryesore që unë kam dash ta hap. Se shumë kush ka pyet pse e kam vrarë zonjën Z në fund, sepse shumë lexues të mi janë zhgënjur pa ajo do duhet që ta. Unë nuk shes ëndra. Unë nuk jam në këtë punë që të shes iluzione të rrajshme, tash të krijoj një personazh mit që i lufton këto tabu të shqiptarëve, sepse në realitet zonja një
personazh si zonja Z, mashkull apo femër në shoqërinë shqiptare luftohet dhe paragjykohet. Edhe unë nuk kisha rrugdalje tjetër posa ta vrisja ata në vetë. Për vetëm arsye se reagimi konservativ në shoqëri është ende shumë i ashpër, është ekstrem i ashpër. Edhe ky diskutim me agimin mua më dha mundësinë që të shpreh disa gjëra. Dhe unë e falenderoj shumë për atë. Për vetëm arsye se mendoj se kritika duhet këtë funksion ka. Kritika ka funksionin të provokojë debat rreth çështjeve krijimtarisë saktuar. Nuk është kritika tash unë t'i thurr himën e lavdë dikujt tjetër apo të shaj dikë tjetër. Ta përmbyllim atë. Kritika ka funksionin e debatit. Edhe ne si shoqëri duhet mësohemi me debat. Unë jam njeri që promovoj logjikën të jemi mendje hapur, edhe tash siguron një kritik në raport me mua që më bëhet, unë tash reagoj shumë keq, dalë si unë jam i rrajshëm. Edhe kjo është arsyeja pse kritikën jo vetëm që e mirëpres, por e dua njerëz që të provokojnë thelbin e krijimtarisë time, sepse vetëm në këtë friksion del diçka përtej veprës. Përndryshe, çfarë shkruam kot. Petros, do e mbyllëm këtu këtë bisedë duke qenë se edhe të rinjt po presin për të filluar takimin, edhe ju keni pak ftohtë. Një pyetje kurioze. Keni ndonjë zonja Z që e njihni dhe i përngjan? Ka shumë zonja Z. Jo shumë. Ka shumë zonja Z në botën shqiptare, ndërsa unë kam një. E kam një që e kam marrë model, do thotë unë kam modelin tim. Unë luftoj për këtë sepse opinioni e ka shumë të lehtë ta pranoj modelin për skulptorin dhe për piktorin. Qoftë dhe lakuriç, po ka problem modelin për shkrimtarin. Do të sepse shkrimtari muza e shkrimtarit është abstrakte. Jo, muza e shkrimtarit nuk është abstrakte. Por aq sa modeli për piktorin edhe skulptorin që nuk është abstrakt, është konkret, edhe frymëzimi për shkrimtarin është shumë konkret. Unë kam pasur një personazh, një model mbi të cilin e kam ndërtuar personazhin tim, një femër e cila është Z, një femër e cila në realitet lufton deri në fund. Ajo nuk e ka fundin si në libër, lufton, por e ka dilemën ata ketat fund, ajo s'paku njerë në muaj, sepse lodhët, edhe kjo shoqëria jona të lodhë. Por unë besoj në aftësinë e njeriut që nga më e keqja të nxjerrë më të mirën. Po dolem tash te libri tjetër. Do doja shumë të flisim, por do futemi brenda për të vazhduar takimin. Disa njerëz thonë përpara ka pas sistem vlerash. Është e vërtetë ka pas sistem vlerash, por ka pas një sistem vlerash që e ka përcaktuar partia. Në Shqipëri partia komuniste, në Jugosllavi një parti tjetër, po ka qenë e centralizuar. Edhe dikush që ka pas talent, edhe që nuk është përplas me sistemin, ka pas mundësi të dalë sipërfaqe. Nëse e përplas me sistemin, talenti s'ka kry punë, ke përfundu të shtëpia apo diku edhe më keq. Por sot në shekullin e ri, nuk ka më aso sistemit vlera si përpara, bota është e lirë, është krejtësisht e lirë, edhe sot vlen ligji i xhungullës urbane. Tash kjo xhungulla urbane është e mirë, po është edhe keqe. Është e keqe në kuptimin se është e pamëshirshme, se ligji i xhungullës e ka një parem. Peshku i madh han peshkun e vogël, luani e han antilopën, gazelën, whatever. Më i madhi e mund më të voglin, më i forti. Ko pas kohë del dikush që edhe pse është i vogël, e bë ligjin xhungull. Po për ta bërë ligjin xhungull duhet shumë punë. Mbi të gjitha duhet ta mposhtësh frikën. Edhe artisti problemin më të madh e ka frikën në raport me publikun. Kjo nuk është frika të saktë në kuptimin ordinar të fjalës, po përballja me publikun është një lloj stresi. Është stres i madh. Edhe artisti stresin më të madh në përballje me publikun e përjeton me atë idenë se publiku ta vjedh shpirtin. Dallimin mes shkrimtarit dhe artistëve tjerë, aktor ose këngëtar, ose aktorëve, këngëtarëve fama ju bën mirë. Sa më i famshëm është më mirë. Sepse në fund aktori del në skenë, i ka aty 1 orë, 2 orë, whatever, këngëtari del në skenë dhe përfundon atë pjesën tjetër nuk e vret fort mendjen, se i vjen teksti e mëson përmendsh, i mëson notat përmendsh edhe përfundon me aq. Shkrimtarit fama i bën dëm. Sa më i famshëm që je, është më vështirë të punosh. Sepse kur je i famshëm ose i njohur, njerëzit i futin duar të hund punët e tua,
ju intereson çdo gjë, nuk e ke më intimitetin, privatësinë që të duhet për të krijuar. Shqiptari ka nevojë për privatësi, ka nevojë për intimitet. Ka nevojë të jetë pjesë e një nga ju. Tash për çka shkruan shkrimtarët, cilit janë temat, nuk janë tema abstrakte. Tash kur lexojmë gjëra abstrakte, e shkojmë deri në faqen 5 dhe smerremi më me faqen 6, nuk po shkon diçka. Gjithmonë, edhe këta klasik që ne i lexojmë sot, në kohën kur kanë shkruar, ata kanë shkruar për gjëra konkrete nga përditshmëria e tyre. Sidrojla, si lindi ideja e klubeve letrare? Ideja e klubit letrar fillimisht ishte një ide e cila nisi nga rrjetet sociale, por duke marrë shkas nga postimet, nga interesi i anëtarëve të klubit letrar, ne menduam që pse jo të mos bënim diçka tjetër dhe të ta kthenim në një sferë tjetër klubin letrar. Fillimisht kemi bërë një takim të parë ku jemi prezantuar me klubin letrar, kemi prezantuar planin e përgjithshëm të klubit letrar dhe më pas kemi zhvilluar disa takime me autorët. Sigurisht në vitin 2015 do të kemi aktivitete të tjera. Dua të kujtoj këtu që kam drejtuar projektin e klubit letrar, ndërkohë që nisma është marrë nga një person tjetër, edhe unë e falenderoj shumë që ma ka besuar këtë, Viola Thoma. Cilët kanë qenë disa nga shkrimtarët që kanë ardhur në klubet letrare dhe si ka qenë reagimi i tyre? Kanë qenë të hapur për të marrë pjesë? Për momentin e kemi zhvilluar shumë pak takime, duke qenë se kemi kalimi nga Facebooku në takime konkrete, ka nisur diçka nga muaji shtator tetor. Kemi patur deri tani, kujtoj këtu Edmond Tupen, nuk më vjen dorë ndonjë emër tjetër, autorin që kemi sot, Albatros Rexhaj. Mund të ndihmoj edhe vajza tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Si u duk takimi letrar i sotëm? Unë jam një pjesëmarrëse e rregullt të klubit letrar, edhe takimi letraret me autor të ndryshëm, kujtoj këtu edhe Monika Stafën, gjithmonë më kanë pëlqyer sepse jam shumë e interesuar për të takuar autor dhe sot ishte një nga takimet për mua më të bukurat, sepse Albatros Rexhaj e dim që është një autor shumë i njohur, shumë i popularizuar në Shqipëri, edhe jo vetëm. Dhe për më tepër ai është një shkrimtar pa komplekse, një njeri i hapur ndaj bisedave, ndaj pyetjeve, ndaj të gjithë njerëzve që e takojnë. Cila është marrëdhënia juaj me librin? Kjo pyetje vlen për të dyja dhe është vërtet që të rinjt nuk është se janë shumë të fokusuar në leximin e librave artistik, por jo vetëm. Përgjithsisht, marrëdhënia e lexuesve shqiptar me librat, le të themi, më sa unë kam vërejtur nuk është dashje mirë, megjithëse ka dhe një brez që mund të bëjë ndryshimin, që janë lexojnë vërtet shumë, shkruajnë dhe kanë atë shpirtin e artistit. Personalisht nga klubi letrar dhe nga sa kam vërejtur, ka ende njerëz që shkruajnë vërtet mirë dhe lexojnë. Preferoj klasikët, por që ka edhe autorë të tjerë shumë të mirë shqiptar të kohëve të fundit. Ndërsa unë do thoja marrëdhënien time me librat ka filluar qysh në fëmijërinë e hershme, sepse biblioteka ime në shtëpinë time përbohet prej, mund të them se më shumë se 500 libra, të cilat i kam blerë ose mi kanë dhëruar vetëm mua, është biblioteka ime personale. Do të thotë që unë jam shumë e pasionuar pas librave dhe besoj sepse kjo ndodh për faktin se dua të zgjeroj horizontin tim për jetën dhe mendoj që një njeri që nuk lexon nuk ka horizont për jetën. Është për të ardhur keq se sa pak të rinj e vlerësojnë vërtet librin sot, sepse e dim që interneti ka pas nikimin e tij dhe angazhime të tjera të rrjeteve sociale më shumë dhe kanë lënë librin pas dore. Gjithsesi besoj që është ajo pjesë e shoqërisë, ata pak veta por janë të saktë dhe ata që dinë se si të lexojnë, çfarë të lexojnë dhe si ta trajtojnë librin. Kështu që mendoj se kjo është pjesa që mund të bëjë ndryshimin. Edhe gjithashtu mendoj që duhem ftuar gjithmonë të rinj sa më shumë për të lexuar edhe për të hapur horizonten. Keni ndonjë shkrimtar të preferuar shqiptarës së huaj si Roila? Shqiptar. Deri diku më pëlqejnë librat e Brunilda Zllamit, i lexoj shpesh, pavarësisht faktit që demonstron atë realitetin e hidhur të shoqërisë sonë. Për momentin nuk është se më vjen ndonjë emër tjetër, por që zakonisht kur i kërkojmë nuk na kujtohen. Padyshim Kadareja. Për mendimin tim është njeriu më i adhurueshëm, mund të them, ndër shkrimtarët shqiptar në letërsinë, edhe vërtet e meriton një Nobel edhe pse si e kanë dhënë akoma. Por që Kadareja është padyshim një nga më të mirët e Shqipërisë. Përmend edhe Migjenin, autor të kohës së shkuar, por sonte kemi Albatrosin që kishim sot, edhe shumë autor të rinj që të vërtet po i ofrojnë në botën shqiptare shumë gjëra të mira dhe me vlerë. Vajza, keni hasur ndonjë libër të preferuar që mund të ketë ndryshuar jetën apo mënyrën e mendimit? Pra, ka qenë një libër që u ka bërë një kthesë të fuqishme. Mund të
le themi veçoni një nga librat nga ato 500 që keni në bibliotekën tuaj, që në fakt është një numër i madh edhe për gëzime për këtë. Faleminderit, po që të lexosh aq shumë libra është pak e vështirë ti veçosh, gjithsesi Zvajk 24 orë nga jeta e një gruaje, që do t'ja sugjeroja të gjithë lexuesve faktikisht, është një libër shumë i mirë dhe nuk e di për sa i përket autorëve shqiptar, të gjithë mendoj se të gjithë librat ndikojnë kanë një farë ndikimi tek jeta jote, sepse ti merr një mesazh caktuar nga çdo libër dhe pas çdo libër që lexon ti ndryshon këndvështrimin tënd për jetën. Faleminderit, po për ju si Dorela. Unë mendoj që një rekomandim edhe për ata që na ndjekin, mund të jetë një ditë shumë e bukur për ta lexuar pikërisht të libër që po sugjeroni. Në kohë të tilla që libra lexohen shumë, mendoj që çdo libër ka diçka për na dhënë nga vetja, por ka të bëjë shumë edhe mënyra se si ne e interpretojmë atë çka lexojmë. Unë librat meqense Fiori më kujtoi për Kadaren, librat e Kadarens do t'ja sugjeroja të gjithëve, por ka edhe shumë autorë të mirë, Marku, mendoj që ndikon shumë në botë kuptimin tonë dhe mënyrën se si i shohim gjërat për më vonë, ndërsa autorë shqiptar Edmond Tupen po e përmend për momentin, por që edhe autorët e vjetër të brezave të shkuar do t'i sugjeroja të gjithë librat e tyre pa përjashtim. Vajza, faleminderit. Shumë faleminderit. Por ju që jeni të dashuruar pas leximit të librave, ju sjellim 10 librat më të mirë të gjitha kohërave, të cilat padyshim duhen lexuar. Ana Karenina, nga Leon Tolstoj, Zonja Bovary, nga Gustav Flaubert, Lufta dhe Paqja nga Leo Tolstoj, Gatsby i Madh, nga Scott Fitzgerald, Lolita nga Vladimir Nabokov, Midle Mark nga George Eliot, Aventurat e Huckleberry Finnit nga Mark Twain, Hamleti nga William Shakespeare, nga Anton Çehov vjen novelat e Çehovit, Në kërkim të kohës së humbur nga autori Marcel Proust. Kur blini një libër, mos harroni se nuk keni bler thjesht disa fletë dhe boj, por një jetë tërësisht të re.